Një tjetër episod I veçantë I podcastit Zëra nga Citizens. Për herë të dytë jemi në shesh dhe jemi këtu për të shtruar një pyetje. Në fakt është një pyetje që ne kemi prej muajsh që e shtrojmë dhe dëgjojmë po ashtu të artikuluar edhe publikisht, e cila është çfarë Shqipërie po ndërtohet sot. Në fakt Lorin, këtë pyetje ne si Citizens kemi vite që merremi e shtrojmë, përpiqemi të japim përgjigje, si kemi nisur dhe ku jemi deri më sot. Kemi diku tek 8 vjet që kjo ka qenë një nga pyetjet kryesore të cilës ne duam të përgjigjemi, që nga viti 2018, kur kemi nisur një platformë që quhej Citizens Urban Stories, që dedikohet trashëgimisë në një kohë, do thoja unë, edhe vrulli presioni dhe shkatrimi dhe ndërtimesh, sidomos mbi vilat monument kulture. Platforma nuk jeton më për shkak të një sulmi kibernetik, por përveç se është në zemrat tona, ka qenë edhe në punën tonë, të cilën ne e kemi vijuar me një rubrik tjetër dedikuar që quhej Tirana Vertikale, ku kemi dokumentuar ndërtimin edhe kullat e Tiranës, pra duke ndërtuar nga një sked për çdo kull, paktën për pjesën më të madhe të tyre, dhe së fundmi kemi zbuluar dhe këtë librin këtu, që quhet Albanian Files. Kemi rezervuar dhe një vend sot në fakt. Po, që ulet këtu mes nesh. Është zëri 60 studiove të arkitekturës që kanë vepruar në Shqipëri dhe planifikojnë të paktën sipas librit që të veprojnë më shumë, rreth 520 projekte në territore nga veriu në jug të vendit, që një pjesë e tyre nuk kursejnë as natyrën. Në fakt është vërtet përpos ndryshimeve që kanë ndodhur në qytet, ndërtimeve po ashtu jo vetëm në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, por gjithandej, ajo çfarë kemi vënë re përmes edhe gjithçka është shkruar në The Albanian Files është fakti që këto ndërtime, këto resorte më saktë edhe plane, kanë prekur edhe zona të cilat janë shumë të ndjeshme nga ana e natyrës, peizazhe natyrore, edhe po ashtu ka një biodiversitet të lakmuar dhe të shumëllojshëm. Përmendim këtu prej veriut deri në jug, kemi këtu po ashtu Ranën e Hedhull, kemi projekte në Tal, kemi projekte në Krorës, kemi projekte po ashtu edhe në Rjoll, të cilën e kemi ndjekur me raportimet e her pas hershme për shkak të resorteve që po bëhen aty, projekte në Lukov, të gjitha këto si masterplane, por edhe si qyteza, nëse mund të themi kështu, të vogla, të cilat do të akomodojnë jo vetëm turist, por edhe vetë banor që cilët mund të qëndrojnë aty për gjatë gjithë vitit. Ajo çfarë kemi vënë re nga të gjitha këto projekte, masterplane dhe zhvillimore po ashtu, është edhe fakti që nuk kanë lënë pa prekur edhe qytete që ndoshta nuk na e priste mendja, siç është Pogradeci për shembull, Driloni që ndoshta duken si projekte të vogla në përmasa dhe në hapësira, megjithatë janë aty edhe janë në proces për tu ndërtuar. Në gjithë këtë panoramë, ne së fundmi kemi publikuar edhe një platformë tjetër që quhet Dosjet e KKT-s, frymzuar nga dosjet e Shqipërisë, që paraqet 12 vite vendimarrje të Këshillit Kombëtar Territorit në natyrën dhe mbregdetin shqiptar. Sot do të flasim me arkitektët. Nuk kemi ftuar arkitektët e Albanian Filesit, sepse me ta do na duhej të flisnim në anglisht, po kemi ftuar disa arkitektë shqiptar pikërisht për t'ju përgjigjur pyetjes çfarë Shqipërie po ndërtojmë. Ndoshta edhe për t'i vendosur deri diku edhe përballë dy vështrimeve të ndryshme se si shihet Shqipëria, se si është parë deri tani dhe si është e ardhmja dhe çfarë na premton ajo. Ndaj për këtë Shqipërinë që po ndërtohet sot, vendosëm që ta ndajmë të bashkëbisedim përmes 3 të ftuarve tanë, edhe tani më do kishim kënaqësinë po ashtu që ta ndanim këtë fillim bisede me Mamica Burdën, e cila në fakt është nga Vjena në Tiranë prej 10 viteve të fundit. Po ky libri që tulesh këtu. Okay. Mirë se vjen Mamica. Okej, mirë se u gjeta. Një sekond. Mirë se u gjeta. Mirë se erdha. Mamica, nuk e di nëse ju keni mundur ta shfletoni, ta lexoni, ta qyrni më nga afër The Albanian Files, edhe në këtë këmbështrim, çfarë ju bie më njëherë në sy? Çfarë keni vënë re si diçka thelbësore në këtë? Tani, unë kam patur fatin që përpara se të më binte në dorë The Albanian Files, se cilin po e lexoj, por jam ende nga fillimi, sepse është një volum tmerrsisht i madh informacioni, në të cilën duhet edhe të lexojmë në përjeshta, jo vetëm ato çka shkruhet. Kam patur fatin që të ndiqja nga afër Bienalen, në të cilën Bienalen e Arkitekturës, përgjatë së cilës u prezantua pavioni shqiptar me filmin
Kështu që unë përpara se kisha librin, kisha filmin të cilin edhe e regjistrova. Nuk e kam bërë publike, sepse intuita më tha që në fakt nuk do ta bënim publike. Dhe mendova, okay, më duhet diçka të cilën ta analizoj siç duhet. Në të dyja rastet, në fakt në film, ishte shumë e vështirë që si fillim ta shija dhe pastaj edhe ta regjistroja, sepse gjërat që më dëgjonin veshët dhe tani gjërat që na lexojnë syt janë të tmerrshme, domethënë të duhet një vullnet shumë i madh që ti përtyp për sa gjëra. Ajo çka unë vere, sidomos në film, është një arrogancë e jashtëzakonshme. Kjo e ashtë të quajtur raliri, që më duhet ta theksoj këtu. Arkitektët e huaj e shprehin si një vlerë. Tani, rregullat dhe institucionet funksionojnë në mënyrë që të shtrojnë bazën për të gjithë, që sistemi të jetë i drejtë për të gjithë. Momenti që ka liri të tepruar për individ caktuar, do thotë që diçka nuk shkon. Dhe ne harrojmë faktin që 45 vite kemi qenë në centralizim të skajshëm, pra mbi rregullim, dhe 35 vite në liri totale. Pra, kemi diferencë vetëm 10 vjetësh, pra ata e përdorin vazhdimisht që ne vim nga një sistem i centralizuar, i izoluar, në fakt kemi 35 vite kaos. Pra, ne na duhet pikërisht ajo që s'kemi, ne na duhet rregullimin, ne na duhet mendojmë për territorin në mënyrë të qëndrueshme, dhe këta vazhdojnë akoma na flasin sikur ne sapo kemi dalë nga komunizmi. Një gjë e dytë që, po kjo është më e rëndësishme që më bie në sy, është që është janë si fillim, tani është shtuar pa grupi, po janë the usual suspects, janë gjithmonë të njëjtët grupe që njerë ndrojnë rolet, ka një rotacion rolesh, njerë janë në juri, pastaj fitojnë projekte, pastaj janë diku në një festival, domethënë është një njëjtë grup. Drejtuesi nuk ndryshon që është kryeministri në këtë rast. Po, dhe këta janë gjithmonë, domethënë ndryshojnë rolet, por janë të njëjtët njerëz. Të njëjtë njerëz që bëjnë çdo gjë tjetër. Dhe duket sikur Shqipëria merret me hallet e Evropës kur bie fjala për emigrantët, refugjatët që t'i mbajmë këtu në përburgje, që marrin plerat kimike. Kur bëhet fjala për të zhvilluar dhe për të pasur shanse shumë të mira që të punojmë për vendin tonë, pra deri diku momente shumë interesante, atëherë u delegojmë të huajve. Domethënë kemi një kolonizim shumë interesant. Tjetra është që territori trajtohet si të ishte plaçk apo si kur të jenë arat e babait, me të cilat mund të bësh çfarë të duash ti. Nuk ka fare planifikim, domethënë nuk respektojnë planet. Sigurisht aty nëse vjen dikush që ka ca lek që nuk i dihet si ka fituar, po edhe nëse i ka fituar me ndershmëri, shumish i ka fituar, por duhet ndiqen ca procedura të caktuara, domethënë nuk ndiqen fare këto gjëra. Mjafton që të vi dikush, të dojë të investojë dhe ne papritur e japim plaçkën, domethënë e shesim pa problem fare. Një gjë tjetër që më bën përshtypje është që ky libër nis me një parathënie të kryeministrit, në cilin vend të botës, unë jetoj në Vjenë, në cilin vend të botës kryeministri jep, domethënë drejton gjithçka, është kuratori. Po jo vetëm kurator në çdo gjë, në art, në arkitekturë. Po ne nuk kemi pavion dhe nuk kemi as ekspozit. Ne jemi një vend që duhet drejtohemi, kështu që nuk na duhet kuratori, na duhet shtetformuesi. Të ndalemi pak te parathënia e kryeministrit. Unë kam lexuar dhe kam shkruar mbi këtë libër dhe ajo që zgjodha të veçoj kur shkrova për librin ishte se kryeministri citonte një nga arkitektët aty që thoshte arkitektët janë fëmijët e zgjedhur të Zotit, ndërsa arkitektët që janë pjesë e Albanian Files më janë dukur si fëmijët e zgjedhur të kryeministrit. Dhe në këtë kontekst, pra kur kemi një shkallë kaq të madhe dhe projektesh dhe përzgjedhje dhe po e themi padroje dhe klientelizmi, ku qëndrojnë arkitektët shqiptarë si grup interesi, si grup profesionistësh edhe si qytetarë dhe intelektualë të këtij vendi? Tani pikë pari, kryeministri është shumë outdated në kuptimin që arkitekti si njeri i zgjedhur, pra mesia, është një koncept shumë i vjetruar modernist, të cilin nuk e ndjekim më. Sepse arkitekti nuk është një njeri i zgjedhur dhe nuk është as ndonjë hero që zgjidh gjëra në mënyrë të çuditshme. Arkitekti punon gjithmonë në grup. Pra, idealizimin e arkitektit si figurë unike e kemi kohë që e diskutojmë. Mua më kanë bërë gjëra tjera për shtypje, por po i le këto, do t'i diskutojmë një ditë tjetër. Roli i arkitektit shqiptar si fillim është që, mendoj unë, si fillim çdo arkitekt është dhe qytetar.
Kështu që në këtë kuptim duhet që këta arkitekt të jenë angazhuar dhe të luftojnë, po jo vetëm për të drejtat e tyre profesionale dhe në mënyrë që të kenë shanse të barabarta të ndërtojnë edhe të kontribuojnë në vendin e tyre, por këta duhet të jenë ata që në fakt e drejtojnë ndryshimin, pasi edhe për shkak të edukimit kanë një botkuptim shumë të mirë për hapësirën. E uroj, ndoshta nuk është kështu, po e uroj. Unë do propozoja nëse do t'isha aktive këtu, sepse unë jam arkitekte, kam bërë projekte të vogla, po në fakt pjesën më të madhe të jetës vitet e fundit ja kam kushtuar mësimdhënies, unë do propozoja që këta njerëz të bojkotonin. Nëse ne vazhdojmë të rrim vasalet e të tjerëve dhe thjesht të shohim të bëhemi oportunist, të shkojmë të marrim aty ku mundemi, sa më shumë projekte të mundemi, të punojmë në grupe të mëdha, të kemi njëkohësisht 40 projekte, të cilat i bëjmë shkelesh kohë, sepse sigurisht sasia dhe cilësia kanë pak kontradikta, nuk qëndrojnë bashkë. Atëherë mendoj që roli i arkitektit shqiptar me kohë duhet kishte qenë që të mos pranonte të ishte vasal, që të bojkotonte gjithë proces. Disa e kanë bojkotuar, por një pjesë e madhe jo. Dhe ata që se kanë bojkotuar, por e kanë ushqyer sistemin, janë zyrat që bëjnë kërdi në Tiranë, që e kanë emrin gjithandej dhe që prodhojnë, më vjen keq ta them, edhe projekte jo cilësore, sepse siç e përmenda, sasia e mbyt cilësinë. Në The Albanian Files shohim që ka një hartë shumë të larmishme, të gjerë, të shtrirë në gjithë Shqipërinë, sa i takon projekteve të ndryshme zhvillimore. E sheh këtë si një vizion të përbashkët të Shqipërisë, ku duhet ne të shkojmë në të ardhmen në aspektin e ndërtimit, edhe të mënyrës se si do zhvillohet në infrastrukturë, po ashtu, apo e shikon të fragmentarizuar? Ku na çon e gjithë kjo? Absolutisht jo, kjo na çon unë e kam përmendur ca kohë më parë, po s'ka zënë shumë vend në piramidalizim të territorit. Dhe është një fragmentarizim, po nuk është fragmentarizimi që ti gjen në qytetet që jetojnë bukur, ku një rrugë është e fragmentarizuar dhe ka dyqane dhe aktivitete me të cilat mbijetojnë gjithë njerëzit dhe jetojnë me dinjitet. Ky është një fragmentarizim, dhe s'është tamam fragmentarizim, sepse është fragmentarizim në kuptimin se si kuptohet territori, pra gjërat bëhen kapçat kapësh, kur të vi, por ndërkohë kemi një grupëzim, do me thënë, më shumë ke monolite, situatash të caktuara që i kontrollojnë njerëz caktuar, pra nuk ke fragmentarizim ashtu siç duhet ta kishe, ku të gjithë njerëzit të kishin shanse të merrnin pjesë në qytet formim. Ke në fakt monolite dhe rigrupime të kontrollit ndaj territorit. Dhe kjo na çon atë që territori bëhet nga disa, për disa, me disa, dhe gjithë pjesa tjetër nuk ka akses fare dhe nuk e përballon. Edhe po të shohim sot kush ka akses në piramidë dhe në vende të tjera që janë teorikisht rikonstruktuar, nuk mund ta quaj tamam rikonstruktim, se është edhe një lloj tjetërsimi i projektit. Po janë njerëz që për shembull familja ime nuk arrin dot që vitet ta përjetoj këtë hapësirë, sepse është komplet e pa aksesueshme si nga çmimet. Një njeri që jeton me 200.000 lek pension, e ka të pamundur që ta jetojë qytetin me të drejtat barabarta. Pra këtu jemi, domethënë mos flasim pastaj për burimet ujore, për shfrytëzimin e të gjithë territorit, për shkatrimin e asaj që është dhe për trajtimin e territorit si të ishte një film piramidale. Domethënë unë këtë piramidalizimin e kam të kokë të s'ma heq njëri, sepse e kam shumë kohë që mendoj. Jemi edhe afër piramidës, edhe i shkon edhe termi dhe vendit ku jemi sot. Ti jep mësim në departamentin e qytet formimit. Po kështu e quaj unë. Që është term shumë interesant. Dhe çfarë do të thotë qytet formim? Specifikisht edhe në kontekstin shqiptar, pra çfarë qyteti po formojmë ne tani. Dhe unë do doja ndaleshim pak edhe të ndarja përgjegjësive. Pra sa është kjo përgjegjësia e arkitektëve dhe deri ku mbaron përgjegjësia e tyre dhe fillon përgjegjësia institucionale, përgjegjësia jon si qytetar, si votues, si shikon këto të lidhura me njëra tjetrën? Po, tani qytet formimi në Shqipëri unë mendoj që ka qytet formim, në Shqipëri ndodhin disa lloj qytet formimesh paralele, mendoj. Është qyteti që e bën njerëzit pak nga pak dhe që kanë nisur me informalitet për shkak të zgjerimit të hapësirave personale, sepse shteti ishte komplet i pamundur që të punonte dhe që
të rregullonte deri diku sistemin, kështu që njerëzit i bëjnë gjërat në mënyrën e tyre me atë që mundën, por kjo ka krijuar dhe hapësira shumë interesante. Paralelisht ke qytetformimin dhe ky ishte qytetformimi informal, por moral, në kuptimin që njerëzit u përpoqen që mbjetonin. Tani kemi një qytetformim legal, domethënë nuk është formal, por është komplet imoral, sepse punon me baza ku shfrytëzohen dhe përdoren asete publike dhe të gjithëve në interes vetëm të disave, duke bërë dhe pastrime, parash dhe duke krijuar hapësira që mbeten deri diku boshe, sepse ne kemi një sasi shumë të madhe banesash, zyrash janë boshe, ndërkohë çmimet janë shumë të larta dhe përballueshme për qytetarët. Kjo do të thotë që ka një problem këtu. Domethënë me logjik këtu nuk e shpjegon dot nëse nuk fut elementin e pastrimit parave. Tani, kur vim te çështja e përgjegjësisë. Përgjegjësisë kemi të gjithë njerëz si qytetar që të mos rrim kafeve dhe të çami, por që të jemi këtu në shesh sepse si politika dhe policy nga e cila ka ardhur ka të bëjë shumë me qytetin. Hapësira është shumë politike. Dhe në momentin që ne i konsumojmë biseda dhe pakënaqësitë në privatësi me 2-3 njerëz, nuk bëjmë asnjë ndryshim. Kjo është përgjegjësia e gjithëve. Pra, ne të gjithë deri më sot duhet kishim bërë shumë më shumë në mënyrë që këta të jepnin më shumë llogari, që të mos çojë deri në këtë pikë. Domethënë një pjesë të madhe të fajit e kemi vetë. Pjesa tjetër e fajit është sigurisht edhe e arkitektëve. Unë mendoj që arkitektët, pavarësisht ata që vinë këtu, nuk i din ligjet dhe sikurse ndjekin skemat që ofrojnë institucionet, ata nuk mund të pretendojmë që ata të dinë si funksionon qyteti dhe ligjet këtu dhe rregullimet dhe rregullat. Kështu që ata ndjekin procedura. Nuk janë aq naiv sa të mos kuptojnë me kë kam të bëjnë, çfarë po bëjnë dhe se si kjo po e shkatron territorin. Këtë duhet ta kemi shumë të qartë. Por ne nuk mund t'ja lëmë përgjegjësinë këtyre arkitektëve, sepse ne taksat ja paguajmë qeverisë. Do të thënë këta nuk paguajnë nga taksat tona. Ne këta paguhen në mënyrë të tërthot nga taksat tona, por përgjegjësi kryesor dhe përgjegjësit kryesor janë institucionet tona, të cilat bëjnë këtë ndërlidhje. Unë e kam përmendur para shumë vitesh, por atëherë ishte edhe pak delezese, nuk ishte modës që unë mendoj e kisha shumë të qartë që institucionet tu bënin ndërlidhjen midis arkitektëve shumë të famshëm dhe oligarkëve apo investitorëve, të cilët jam shumë e bindur që nuk e kishin fare në horizont këta emra të arkitekturës, sepse janë gjithsesi emra të mirë, nuk janë emra tipik starsash. Po, është shumë e qartë që këtu ka pas një ndërmjetës që ka ditur emrat dhe që ka ditur ku lëviz paraja. Dhe këtu te ky libri ka 60 histori që na tregojnë për këtë ndërmjetës, mënyrën se si e ka në mënyrë shumë informale, me WhatsApp, pra me dhe domethënë problemin e kanë këto institucione që kanë bërë këto lloj matrapazliqesh mund të quaj dhe që kanë ofruar, kanë bërë atë që quhet edhe backdoor politics, domethënë që ofron infrastrukturë, situata, i informon para kohës për zhvillime që do bëjnë në mënyrë që investimet e tyre dhe lejet që do japësh më vonë të përkojnë dhe të jenë fiks ashtu siç duhet. Domethënë infrastruktura, rrugët, për shembull tegu dhe terminali. Pse janë fiks në të njëjtin vend? Më parë ka ardhur tegu, si ka mundësi që terminali ndërtua fiks aty? Si ka mundësi që njerëzit ndalojnë aty dhe pastaj konsumojnë aty dhe nuk janë letësira që ofrohen dhe janë mekanizma shumë interesant që nuk janë fare të shkëputur. Ecin paralel. Ne flasim për zhvillimin urbanistik, përgjithsisht e lidhim me ndërtime, qoftë ndërtime në densitet, në sipërfaqe, në hapësirë vertikale, horizontale, duke qenë se Tirana së fundmi ka marrë këtë karakteristikën e një Tirane vertikale, shpesh harrojmë të flasim për çfarë humbim. Dhe ju si një profesioniste, por edhe si një njerëz që është midis Vjenës edhe Tiranës, që kthehesh pas një farë kohe ndoshta në Tiranë, e vëre ndoshta më shumë se çfarë humb qyteti. Në gjykimin tënd si profesioniste, por edhe si një qytetare e Tiranës, çfarë humbim ne nga gjithë ky zhvillim urbanistik? A humbim? Ne humbim shumë, po nuk është çështja te ndërtesa vetë. Se ndërtesa vetë është manifestimi i kohës, po mbart shumë kujtes në vetvete, si trupi ynë. Imagjino të presësh një dorë, sigurisht që do e ndjesh, edhe nuk mund ta zvuncosh aq kollaj me një dorë tjetër. Kështu që ne humbim habitatet tona dhe nuk është domethënë ndërtesa është vetëm ajo që mundëson
krimin e bashkësive, e jetës, domethënë hapësirat publike, parqet, të gjitha këto, parqet konsiderojnë si hapësira riproduktive. Ne kemi kaluar kohën kur i kategorizonin produktive, jemi në nivel tjetër tani. Hapësira ku një shoqëria rigjeneron vetveten. Dhe ne humbasim, unë kam vënë që sigurisht janë shtuar këto vazot informale, pemat e këto, por hapësirat e mëdha të parqeve i kemi humbur. Humbim shumë nga ato që e kanë bërë Tiranën të jetë një qytet i jetueshëm, një qytet me hije, një qytet i qetë, një qytet ku pak a shumë mbi jetojnë të gjithë dhe të gjithë jetojnë me dinjitet. Këtë fragmentarizimin që unë e përmenda, që në fakt është shumë i mirë në qytet sepse i lejojnë të gjithëve të mbi jetojnë. Dhe mendoj që humbim habitatin ton. E kam përmendur dhe diku tjetër, ndoshta bëjmë përsërisje, po ne flasim shumë me ish. Në momentin që ne gjithkohë referohemi me ish, gjithmonë shtohen adresa, të mbi një kull nga se pret, ato standardet e jetesës ku ti duhet kesh dritë, duhet kesh hije, duhet kesh ventilim natyror, që sigurisht kur zihen hapësirat nuk e ke më. Fakti që për shkak të rritjes të transformimit të çmimeve ikin dhe njerëz që për ne na kanë qenë shumë të dashur, ose ikin në një lagje tjetër, ose emigrojnë fare. Zhbëhet komuniteti. Domethënë, ndërtesa nuk është vetëm çështje estetike, a e humba unë këtë memorin, këtë ndërtesë që mbaja mend. Kjo ndërtesë është lëkurë, është membran dhe është habitat, është vendi që lejon një jetë të caktuar që po u prish, është shumë e vështirë pak si Zvërnecit e gjërat që kanë ndodhur tani. Në momentin që ti prish një dun, ke prishur gjithë mënyrën se si ky ekosistem dhe gjallësat në të funksionojnë. Dhe nëse kjo do të bëhe për interesin, ndjek në interesit publik, do kisha një lloj mirëkuptimi. Në momentin që ndiqet shumë interesi privat dhe pasurimi i një shtresë të caktuar, atëherë ky habitat është i zhbër dhe nuk bëhet më. Domethënë është jemi në rrezik. Ne kemi edhe një pyetje të fundit që do jetë e njëjtë edhe për dy të ftuarit e tjerë. Nëse pas një dekade ose pas disa kohësh, ose nëse në një moment ne do ta kthejmë kokën pas edhe do të shikojmë këtë epokë të Shqipërisë. Ti si mendon që do ta përshkruajmë? Është pak e vështirë që të bëjmë parashikime, sepse parashikimet nuk dalin asnjëherë, se jeta është shumë më interesante për shkak të miliardëve njerëzve që bashkëveprojnë, sesa vetëm koka jon që është shumë e kufizuar. Shpesh dua të bëj një devijim të vogël, shpesh njerëzit thotë prit ta lëm ta studioj më vonë. Kur një tragjedi ndodh ose një dram ndodh, nuk mund gjithmonë të mendojmë se nuk kemi të gjithë kërkues, që të duam të lëm gjërat që qetësojnë, ujërat që ta studiojmë. Në momentin që një tragjedi ndodh në Gaza, në momentin që njerëz vriten, nuk mund të themi prit të pushojmë ne tani të shohim a është genocid apo s'është genocid në 10 vite. Në momentin që unë shoh që njerëzit e mi po vuajnë, qyteti po përfytyrohet, po ndodh një gjë që për të cilën ne jemi dhe duhet jemi aktiv në këtë moment, atëherë nuk kemi kohë të presim 10 vite. Këtë doja ta bëja pak këtë devijim. Si do ta quajë sot atëherë? Si do ta po e zëm se jemi 10 vite mbrapa, 10 vite përpara. 10 vite unë do mendoj që do themi si ka mundësi që duruam kaq gjatë, si ka mundësi që nuk bëm asgjë, si ka mundësi që arkitektët u bën pjesë e sistemit dhe u bën dordolecet e tij, sepse po përdoren për të justifikuar një shpërfytyrim të hapësirës për hir të fasadës dhe të një europianizimi me zor, ndërkohë që janë justifikim për të thënë që shiko se kemi bërë me emrat mëdhenj, s'keni çfarë thoni. Ndërkohë që unë nuk mendoj që kemi gjithmonë nevojë për emrat mëdhenj dhe ata që e bëjnë më shumë qytetin janë qytetarët dhe jo arkitektët. Arkitektët bile kanë shumë për të mësuar nga Tirana dhe nga çdo njeri që merr pjesë në botë dhe që jeton, sepse ata kanë qindra e mira vite, traditë, janë kjo disiplinë, arkitektura dhe ndërtimit ka ekzistuar shumë më përpara se sa kjo të bëje disiplina arkitektëve vetëm arkitekte. Po, profesion, ka ekzistuar gjithmonë. Kështu mendoj që do themi si ka mundësi që e lam në këtë pikë. Dhe do kemi pastaj shumë punë që të mendojmë, çdo bëjmë me gjithë hapësira që janë boshe, si do t'i ripërshtasim, dhe pastaj do kemi gjithë të hallet e tjera që do ta kapim veshin kështu. Mendoj që jemi në kohë ta kapi veshin kështu siç e kemi tani, edhe të bëjmë atë që mund të bëjmë. Edhe një nga këto është angazhimi që dalim çdo natë, edhe të jemi pikë parë qytetar dhe pastaj arkitekt, artist dhe shumë gjëra tjera. Falenderojmë shumë. Ne kemi një tjetër arkitekt, të cilin e kemi
njohur po prapë te ky sheshi këtu, siç ne jemi njohur bashk dhe këtu dua të theksoj edhe që kjo ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme. Edhe për t'u njohur me profesionist, ne si media dhe logo jonë dhe puna që kemi bërë nuk ka qenë shumë miqësore me arkitektët, por ka qenë shumë miqësore me ata arkitekt që profesionin e trajtojnë kështu siç e trajtove ti. Kështu që falenderoj. Faleminderit e suksesa. Ju faleminderit shumë për punën. Faleminderit. Për të ftuarin e radhës, në fakt është pak e vështirë për të bërë këtë ndarje midis profesionistit edhe aktivistit, profesionistit në kuptimin e arkitektit, për vetë faktin se jemi njohur edhe takohemi her pas here çdo ditë në shesh në Revolucionin Flamingo. Ndaj un kam kënaqësinë për të ftuar tani më për të folur edhe më tej me Sokol Azizin, i cili është arkitekt, edhe na bashkohet po ashtu për të folur për gjitha sfidat e profesionit. Mirë se vjen. Përshëndetje. Por edhe për mënyrën se si ti e shikon qytetin, ë? Si e ke parë një herë në shesh këtë revolucion ku ke qenë pjesë? Është, si i thonë, një frymë e re, një pohizë e re ajrit freskët që po vjen në qytet. Kështu e shikoj unë të paktën dhe kështu e shikojmë shumë të tjerë në gjitha profesionet, do thosha, që jemi takuar aty në shesh, të gjitha disiplinave, të gjitha fushave, kryesisht artistët që besoj dhe ju e keni vënë, na mrekullojnë çdo ditë aty me shpikjet e tyre, me idetë e tyre që janë fantastike. Kështu që është diçka që na entuziasmon gjithë dhe prandaj po vazhdojmë ta frekuentojmë dhe sheshin për ditë. Shpesh e kemi parë qytetin projektohet në aspekt ndërtesash, godinash, jetese, fjetoresh, biznesesh, por shumë pak e shohim në aspekt infrastrukture, lëvizshmërie, mënyrën se si qëndron me qytetarin, me lëvizshmërinë, duke qenë se ke qenë në shesh, edhe duke e lidhur edhe me këtë. A projektojnë qytetet shqiptare për qytetarët sot? Ku qëndron? Jo. Përgjigjja e shkurtër është jo. Përgjigjja e gjatë nuk besoj se mjafton kjo ditë që ta argumentojmë, por që është një përgjigje e gjatë dhe trisht. E para punës është mundësia se si bëhet kjo si proces. Domethënë ti nuk mund të projektosh një qytet për njerëzit pa i bërë njerëzit pjesë të procesit projektimit. Domethënë duhet që këta njerëz të jenë përfshirë aty, që në momentin që të fillon të diskuton bazat, është e vërtetë që ka pas një periudhë në historinë e arkitekturës kur zhvillimi duhet ishte aq i menjëhershëm sa që s'mund të priste për një diskurs publik, po flasim vitet pas luftës së dytë botërore në Evropë për shembull që duheshin ndërtuar brenda muajve qytetet nga fillimi. Por që nuk jemi në këtë pikë. Domethënë jemi në një vend që ne po mundohemi që të hyjmë në Evropë. Dhe Evropa, komunikimin me qytetarët, përfaqësimin e qytetarëve të saj, e ka një ndër gurët themeltar të sistemit vet. Kështu që ne jemi shumë mrapa. Ne shikojmë këtu që qyteti i Tiranës i përket makinave. Shikojmë që unë personalisht unë jam pedalues në Tiranë dhe edhe pse Tirana presupozohet të ketë pista pedalimi, o shërbejnë si parkim makinash ose nuk ekzistojnë, por gjithsesi edhe aty ku mendon që je në të drejtën tënde dhe në rrugën e biçikletës, duhet i mbash syt hapur sepse nuk e asnjëherë i sigurt. Sokol, ti ke qenë kam përshtypjen që çdo ditë këtu në shesh. Çdo ditë. Si e shikon arkitekturën e bulevardit? Kjo edhe për t'ja prezantuar edhe një herë qytetarëve dhe ndjekësve që s'kan pas mundësi mbase të bashkohen me këtë intensitet. Si e lexon ti protestën si arkitekt dhe patjetër dhe si pjesëmarrës? Po e para punës, ky që ne i themi shesh tu mbrapa nuk është shesh. Këtë kemi bërë ne shesh sepse kemi vendosur që është sheshi jon, por që është një bulevard, nuk është shesh. Sheshi Skënderbej, që është i vetmi shesh, po themi i mirëfillt që ka mbetur në kompleksin arkitektonik të qendrës, sepse dhe sheshi Nën Tereza ka një lloj fragmentimi që nuk të lejon që të zhvillosh një tubinë, dhe sheshi Skënderbej nuk ta lejon atë mundësi sepse ka një morfologji të tillë që ti duke qenë atë shesh nuk ke kujt i drejtohesh. Domethënë është një shesh që është një kryqëzim rrugësh. Ndërsa këtu kemi institucionet, kemi një mënyrë takimi të njerëzve, kemi dhe një përplasje, po themi, politike me pushtetin, që është në ndërtesat që na rrethojnë. Kështu që mendoj që nga aspekti arkitektonik
nuk ka shumë vlerë në këtë aspekt, sepse aspekti human, social i gjës e ka marrë në dorë tani më të gjë. Do ishte shumë më mirë sikur të kishim një hapësirë më adapte për të protestuar, edhe pa bllokuar trafikun ndoshta, por që urbanistika e Tiranës na e lejon këtë gjë. Në mënyrën se si qëndron qytetari në raport me qytetin edhe me vendimet që merret për të. A mendon që ka ndikim sot qytetari mbi territorin, mbi planifikimin, merret parasysh mendimi i tij, të qenurit i pranishëm, nga çfarë ke parë vitet e fundit? Mendoj që një ndër arsyet madhore pse kjo protest plasi, sepse mendoj që plasi është fjale e duhur që duhet përdorur, është pikërisht kjo. Domethënë kur u mor vesh që Zvërneci ishte rrethuar në atë mënyrë se si ishte bërë, u mbush kupa në një farë mënyre. Domethënë si më thon populli tha, seriozisht e keni bërë dhe këtë pa mpyetur mua, pa diskutuar, pa vendosur bashkarisht, dhe ishte pikërisht ajo që ndodhi. Dhe populli tha, bollmën, nuk mund të vazhdohet më kështu, dhe njerëzit u bashkuan për të kauzë, dhe shoqyrë që u bashkuan, sepse në qoftë se ne nuk do kishim vajtur aty, në qoftë se nuk do ishte bërë ajo protestë në vend, në qoftë se s'do kishte 60 e më shumë ditë protestë në shesh, unë besoj se aty tani gjysma e atij pylli do ishte zhdukur, do kishim filluar themelet e para, nuk e di, as që dua ta imagjinoj, sepse asgjë nuk ja vlen që të imagjinohet aty në vend të asaj që është një dhuratë, si më thon, natyrore. Raporti i arkitektit me peizazhin, me mjedisin. Pra, në librin Albanian Files, po edhe në hulumtimet që ne kemi bërë edhe për te projekteve që janë aty në libër, kjo edhe për të thënë që jo e gjithë Shqipëria është shkruar tek ai libër, por ka projekte tjera edhe pak më të fshehta, edhe pak me një ndikim më të madh në mjedis, në infrastrukturë. Ne shikojmë që Bregdeti shqiptar, natyra shqiptare ka një vizion shumë të fortë, dukshëm nga qeveria për ta kthyer në shtet të rezorteve edhe të porteve të jahteve. Por ky nuk është një vend i shkret, i cili do duhet popullohet. Pra ky është një vend, Bregdeti jonë është banuar prej vitesh, ka shtresa aty dhe njerëz që e kanë jetuar. Si shikon ti këtë zëvendësim midis asaj që ka qenë dhe asaj që të paktën pritet të vi? Shpresojmë që mos bëhet. Në qoftë se ti do kishe një Dubai tjetër, në qoftë se do kishe një Emiratet Bashkuara, një vend që praktikisht ka 80% të territorit vet shkret të tirë, dhe ti do projektosh një qytet nga fillimi, mund ta bësh atë. Ky quhet një projektim me tabula rasa. Domethënë ti nuk merr asnjë gjë parasysh të kontekstit mbi të cilën ti po ndërton, përveç planit tënd të ardhshëm për atë gjë. Domethënë ne kemi shumë shtresa aty të shumë dimensioneve të ndryshme, të cilat duhen sqaruar para se të bëhet një projekt i tillë. E para është shtresa ligjore e pronësisë, e cila është një lëmsh i madh dhe që shtetit shqiptar i takon që ta zgjidhë këtë gjë. Dhe shteti shqiptar ka zgjedhur në vend që të bëjë një ligj që thotë, e di si është puna, unë po heq të përgjegjësi nga vetja, po bëj këtë ligjin i cili ma lejon këtë gjë dhe praktikisht po e zhvilloj, sepse duhet folur dhe për fjalën zhvillim, po e zhvilloj në mënyrë që këtu të kemi një kapital të përdorshëm nga unë dhe nga, po themi, financuesit e mi, nga oligarkët, nga financuesit e huaj, kushdo qofshin ta, etj. Dhe popullsia vendase, ata që deri dje kanë lënë gur pa kthyer përmbys për të arritur, për të marrë atë që ju takon atyre, domethënë, ose për të marrë minimalisht kompensimin atyre që ju takon, mbeten pa gjë në këtë mes. Dhe kjo pastaj është, si më thënë, kjo është kryesorja, po ka shtresa tjera, është shtresa ambientale, është shtresa e resurseve, është shtresa e koezionit me popullin, është shtresa e modelit ekonomik që ti do të aplikosh, është shtresa demografike, domethënë janë të gjitha këto gjëra që as që janë konsultuar
fare me popullin dhe as i është bërë, po themi, as i ka dalë si projekt se çfarë do jetë, se ku do në çojë, sepse nuk ka një studim për këtë gjë. Nuk ka se si të ketë një studim. Ti nuk mund të bësh një plan zhvillimor të gjithë shtetit me këto gjëra pa pasur një plan zhvillimi strategjik mbrapa të këtyre zonave. Dhe plani i zhvillimit strategjik të këtyre zonave është pjesa, është guri i themelit të kësaj gjëje, sepse ajo merr parasysh jetën që do të bëjë aty njeriu më i thjeshtë i asaj, i atij kompleksi. Domethënë duhet marrë parasysh jetën që do zhvillohet, modelin ekonomik, ku do shkojnë njerëzit për të bërë xhiro, ku do blejnë ushqimet, ku do rriten fëmijët, ku do lozin etj. Dhe këto nuk janë marrë parasysh, sepse këto nuk e pse i merr parasysh kur ti bën një resort. Në gjithë këtë historinë e kemi shumë vete kanë quajtur një zgjim të qytetarëve shqiptarë ndaj një padrejtësie ose një sër padrejtësisë që ka ndodhur në të shkuarën. A mendon që dhe arkitektët do zgjohen edhe do organizohen? Pra ne kemi dëgjuar shumë mendime arkitektesh të veçuara që patjetër një pjesë e madhe e kanë atë konformizmin dhe si të thuash edhe tregu ta detyron një farë mënyrë. Ne e pam që është një treg shumë i ngurtë, shumë i pushtuar në shumë drejtime, po ende nuk po shikojmë një organizim, pa një bashkësi të arkitektëve që të thonë që kjo që po ndodh të paktën po na anashkalon, se unë nuk dua tani të marr përsipër të them a është e mirë apo e keqe. Është absolutisht e keqja. Domethënë, ta e them unë me plot gojë. Domethënë, do marr një analogji që mund të më këndvështoni nëse mendoni që nuk vlen, është analogjia me sistemin e privatizuar mjekësor. Që praktikisht një sistemi të privatizuar mjekësor i intereson që të ketë sa më shumë njerëz të sëmurë. Ky është modeli i biznesit. Tani, klimës aktuale të arkitektëve në Shqipëri i intereson që të ketë sa më shumë ndërtime si ai që shikojmë aty, i intereson të ketë sa më shumë zhvillime të reja lart e poshtë, sepse i japin punë. Por në fundit, të gjithë ne që jemi profesionit, jemi edukuar me ca parime. Dhe në bazë të këtyre parimeve, gjë e parë që na mësohet në fakultet, është shkalla njerëzore. Në të gjitha projektet që ne kemi bërë, ne duhet të vendosim një shkallë njerëzore aty afër, që ka një funksion që është real, në kuptimin që ty të duhet ta dish a do hyj dot ky njeri tek kjo ndërtesë që ke bërë ti, dhe ka një funksion që është edhe simbolik, që tregon që të gjitha këto po bëhen për këtë figurë, për këtë njeri. Dhe diku nga vitet 60-70, kur mbaroi bumi i ndërtimit në Evropë dhe gjetk, arkitektët u kthyen te ajo që quhet qyteti antropocentrik. Domethënë, qyteti duhet të punojë për njeriu. Dhe kjo është arsyeja pse shumica e qyteteve kryesore, kryeqyteteve evropiane sot, po bëjnë atë që quhet qendra pedonale e qytetit. Domethënë, i nxjerrin makinat jashtë qytetit dhe lën njeriu që të futet aty. Këtu te ne është çik vështirë të bëhet kjo gjë, sepse është politika që e dikton. Dhe arkitektën gjenden prapë në këtë, po themi, në këtë vendimarrje që nuk ka vendimarrje nga natyra. Dhe praktikisht politika dikton, si më thënë, moketin e zhvillimit dhe maksimumi që mund të bëjë arkitekti nga ana e tij është që të zgjedhë cilin nga këto objekte do marri në përdorim, do marri në studim, do marri në projektim. Nuk keni një vendimarrje. Nuk ka një vendimarrje politike, sepse kjo në fund është politike si vendimarrje. Dhe kjo vendimarrje politike, sa më shumë ka kaluar koha, është hequr nga arkitektët si profesionista dhe i ka kaluar qeverisë si vendosëse. Dhe është marrë një kompetencë që kudo që të shikojmë nëpër botë, është shumë e vështirë që t'ia marrësh arkitektëve, sepse duke marrë të kompetencë, ti mund të thyesh shumë rregulla siç janë thyer këtu te ne, për shembull, të bazë të arkitekturës. Dhe nuk duhet të harrojmë diçka që arkitektura është mbi të gjitha është një profesion që projekton hapësirën. Forma që del nga arkitektura është procesi, është, si më thënë, efekti ansor i projektimit të hapësirës, sepse kjo hapësirë duhet kufizuar dhe prandaj del kjo forma që e përmbledh brenda. Por unë
nuk kam parë, kam kohë që nuk kam parë të këto zbulimet e projekteve, prezantimet e projekteve, një studim sheshi. Shikojmë kulla, shikojmë forma nga më ekstravagantet, që nuk e di se çfarë benefiti kanë, por nuk shikojmë një studim sheshi që të sqaroj si do jetë lëvizja, si do jetë, ku do grumbullohen njerëzit, çfarë mund të zhvillohet aty brenda etj etj. Shokoj, për ta përmbyllur te kjo pyetja jonë për të tre. Nëse udhëtojmë në kohë 10 vite ose më shumë se një dekadë, si do ta përshkruaje këtë procesin, këtë epokën që po jeton Shqipëria sot në aspektin e zhvillimit urbanistik? Është interesante sepse para rreth një viti kam parë një ekspozit ku një ndër pjesëmarrësit kishte kapur gjitha këto shtesat që ishin bërë në Tiranë në vitet e tranzicionit dhe ishte i fokusuar në atë si periudhë të zhvillimit arkitektonik shqiptar. Dhe ishin shumë pamje nga, po themi, ndërtesat kohës së Imberit, ato pallatet të papërfunduara, ato muret me tulla të lëna pasuva dhe ishte bërë kjo shtresa që ishte deri diku brutale, por që prap kishte një sens njerëzor brenda. Kishte një lloj egaliteti, sepse të gjithë njerëzit po bënin shtesat e tyre. Për shkak të nevojës. Për shkak të nevojës, për shkak të rritjes së familjeve, për shkak të, nuk e di, edhe të dy pareve më shumë që kishin fituar njerëzit. Dhe kishte një lloj demokracie brenda në atë sistem. Dhe në fund, pastaj pashje diçka nuk po më lidhej. Dhe fola me djalin që kishte postuar foto dhe i thash, më fal, i thash, po mbrapa kësaj ndërtese më duket se është i kull. Po tha, por na u desh ta prisnim kullën nga imazhi për të vënë në duke këtë. Dhe i thash, atëherë duhet ta kisha bërë për kullat këtë ekspozim, i thash, sepse shtesat e asaj kohe janë shumë më pak invazive, se sa këto volume monstruoze që po ngrihen në mënyrë të dhunshme mbi qytet dhe që mbi një kontekst urbanistik që nuk i pranon, duhet ta themi, duhet ta theksojmë, Tirana nuk është projektuar për të lloj ndërtimi masiv. Këto ushtrojnë dhunë. Dhe ushtrojnë dhunë duke zaptuar hapësirën, duke marrë dritën objekteve që janë rreth e përqark, duke marrë resurset siç është uji, siç janë kanalizimet që normalisht i mbingarkojnë, dhe duke marrë parkimet, dhe duke marrë hapësirat, dhe duke marrë gjelbërimin etj etj. Hapësira publike. Sakol, falenderojmë, protesta po afrohet, kështu që ne e dim që ti do të bashkohesh dhe Edhe ne ju bashkohemi për pak. Dhe ne ju bashkohemi sa po të përfundojmë dhe bisedën me të ftuarën e tretë. Të falenderoj dhe për këtë ndërthurjen midis profesionistë dhe aktivistë dhe gjithë atë kontribut që ti ke dhënë. Faleminderit shumë. Faleminderit, Sakol. Do ta ndajmë në fakt hapësirën tani më me të ftuarën e fundit, por sigurisht jo për garancia, e cila teksa e takova vura re dhe çfarë më ra në sy që e kam parë dhe tek të tjerë protestues në shesh, ishin këto spilat në kundërpërgjigje ndaj kryeministrit me versionin e sorrave për te flamingove. Ndaj kemi kënaqësinë fakt të ftojmë Dea Buza, e cila është një arkitekte dhe dizajnuese nga Kosova, por që ushtron profesionin e saj tani më edhe në Shqipëri dhe po ashtu Dea je edhe pedagoge në Universitetin Bujqësor të Tiranës, sa i takon arkitekturës së peizazhit. Edhe ndoshta është mirë që në këtë pjesë të ndalemi pak te kjo arkitektura e peizazhit, edhe hapësirave publike, të mbrojtura, po ashtu që na sollën deri diku edhe në protestë. Ishte pika fundit para se më shpërthy, nëse mund të ndërhyj. A mund të ketë Dea një zhvillim, po themi, turistik pa të cënuar ekosistemet? Peizazhet? Spari shumë faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi për me ndarë një hapësirë për me folë për këto problematika, ndoshta shumë vonë, ajo siç e ceke, ndoshta kjo ishte edhe piknisja, ndoshta e gjithë pojza këtij revolucioni që po e shohim që 62 ditë. Absolutisht që na u mendoj që ndoshta mund ta kthejmë ndryshe. Absolutisht ka mënyra zhvillimi kundrejt respektit ndaj natyrës edhe mjedisit. Sepse ne jemi mësuar domethënë që të shohim të flasim mbi zhvillimin, mbi infrastrukturën, mbi gjëra fortë, objektet e tjerë, por në fakt zhvillimi, sidomos sot në botën moderne, nuk matet më me sa beton ose sa i densifikuar është një hapësirë.
Kështu që mendoj që ka hapësinë edhe këto janë modelet e reja, domethënë të shekullit 21. Pak edhe për ta çupërtej këtë pyetjen. Në një formë kjo është edhe ajo që po përpiqet thot kryeministri, që turizmi dhe zhvillimi nuk janë të ndara, por ne sot jemi në protest për një projekt që prek eksaktësisht këtë, pra zhvillimin, një resort në Pishporo Nart dhe në një zonë që ka qenë e mbrojtur, tani është dobësuar për nga statusi mbrojtjes. Ka një mosbesim këtu midis publikut, qytetarëve dhe qeverisë dhe asaj që ajo premton të bëjë. Arkitektët janë diku këtu në mes. Premtimi aktual është që ne kemi marrë arkitektët më të mirë të peizazhit, që janë me famë ndërkombëtare, nuk ka asnjë transparencë mbi kush janë këta arkitekt dhe çfarë do të bëjnë ata me projektin. Pyetja është e thjeshtë. Qytetari, qeveria, projekti, transparenca. Si e shikon këtë ekuacion? Nuk është ekuacion aq i vështirë në fakt sa duket, ajo transparenca është zero. Do më thënë Shqipëria ka ligje, biles unë do të lexoj ca ligje nëse më lejoni, sepse nuk dua që të gabohem. Do më thënë që gjithmonë është ajo ideja që ama në Shqipëri nuk kemi ligje. Jo, ligjet janë edhe mendoj që janë shumë mirë të shkruar. Ne kemi për shembull për momentin aktiv, i kemi ligjet që është ligji për zonat e mbrojtura, kemi ligjin për mbrojtjen e mjedisit, kemi ligjin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, kemi procedurat e VNM-s, do të thonë vlerësimi i ndikimit mjedis, kemi edhe VSM-n, që po ashtu është strategjia le të themi në mjedis, si dhe kemi detyrimet që burojnë nga konventa të ndryshme siç është Ramsari, Berna, Konventa Evropiane e Peizazhit. Kështu që problemin nuk e kemi ligjor, problemin e kemi tek transparenca edhe tek procesi. Kemi sidomos këto vitet e fundit mund ta quaj, domethënë sepse është bërë pjesë e trendit, domethënë ku mund ta ndërlidhim pak edhe me pjesën e librit, që dalim me një projekt mirë, një projekt i mirë duhet se s'bën me u bë. Domethënë një projekt i mirë ose na duket i mirë, sepse mund të shohim 2-3 imazhe të bukura, por nuk e dim gjithë procesin nga mbrapa. Ndërkohë që për shembull nuk e ndjek një procedurë siç duhet për të ndjekur ose siç e kërkon ligji. Kemi rastin në fjalë. Çdo gjë, domethënë, gjithë procesi që gjithë thonin jo ka projekt, s'ka projekt etj. Por për me apliku për leje zhvillimi, vetë ligji, edhe ju e dini shumë mirë përgjigjen, ne keni pas në për emisione dhe keni shqyrtu si gjë. Ti për me apliku për leje zhvillimi, ti du të kesh një projekt. Sa do pak, do më thonë mund tjetë konceptual, po ti ke dhe intensitetin aty të leje zhvillimit. Dhe duke qenë nuk lejohet me ndërhy në zonat e mbrojtura, normalisht dhe zonat e mbrojtura kanë strukturën e vetë, do më thonë ka ca zona natyrore, kanë kategoritë e veta, ke për shembull zona natyrore që ti mund të ndërhysh me struktura të çmontueshme pa e cenu mjedisin, do më thonë që ke disa mënyra që edhe bota e bën. Do më thonë nuk është që ne po ndalojmë këtë gjë edhe dikush tjetër nuk ka bë, por turizmi elitar ose dhe turizmi në vetvete nuk kërkon densitet shumë të madh siç e shohim në Bregdetin shqiptar. Do më thonë një turist sot kërkon që të ketë akses në hapësirë, do më thonë po marr rastin në Bregdet, në një hapësirë publike, në një park të madh, në një zonë pujore etj. Kështu që, do më thonë, kjo është një gjë që po luhet me një tokë fjalësh. Do më thonë, është edhe vetë kryeministri po bën një farë greenwashing, po pa qenë një farë greenwashing, se po përdorë dhe ca fjalë të mëdha, po ndërkohë që praktikisht është çdo gjë është pa bazë. Edhe normalisht që po çalojnë në pjesën e procedurave, do më thonë, projekti praktikisht ka leje zhvillimi, do më thonë, atje ku është, me statusin që ka, nuk mund të ndërtohet. Do më thonë edhe nuk ka ndonjë gjë të keqe që ca zona duhet jenë të pandërtune, nuk është kemi shumë raste në botë, domethënë që ca zona thjesht duhet të mbrohen. Dhe duhet të mbrohen jo çdo tokë ose çdo pronar që ka një tokë mund të zhvillojë. Aty pastaj ndërhyjnë instrumentat shtetërore. Nëse flasim për Nartën dhe themi që Narta duhet mbrohet. Unë disa javë më parë, si pjesë e punës për një hulumtim, më rastisi që takoja një zotëri që ishte mund të quajmë blegtori fundit i Palasës, mbi kodrat e resortit Green Coast, ai mbante dhenë
dhe që nga viti 97 kishte qenë aty dhe çdo vit e merrte tokën me qera nga shteti, kullotën dhe e pyeta, isha shumë kurioz për vizionin e tij mbi zhvillimin e turizmit, se vazhdimisht në bisedë më thoshte që ne nuk jemi kundër turizmit. Po cili është vizioni jote? Dhe më tha 2-3 restorante dhe 2-3 tualete dhe natyra pastaj e bën pjesën e vet. Cili është mendimi jot mbi këtë? Ku qëndrojmë midis zhvillimit, turizmit dhe ku hyn këtu mekanizmat e kontrollit dhe të përmbajtjes të secilës, pra që mos qëndrojmë në asnjë nga këto dy ekstreme. E para punës, domethënë, duhet të përcaktohen sakt zonat me zhvillim potencial, zonat e mbrojtura, zonat natyrore, domethënë, sepse unë mendoj se çdo qytetar i Republikës Shqipërisë në këtë rast, domethënë duhet të ketë akses në le të themi, po flas për linjën bregdetare, njësoj siç duhet të ketë akses domethënë në çdo lloj zone natyrore. Normalisht me rregulla të ndryshme, domethënë sepse ti nuk mundesh me përdor në atë hapësirë siç do ti, sepse nuk mund të abuzojmë edhe mbi hapësira. Në fund të fundit ky është prandaj hyn shteti si rregullator në këtë sens. Por një turist sot edhe në botë është trend, por nuk është vetëm trend, po kjo vjen si pjesë e ndryshimeve klimatike, vjen pjesë edhe si një qyteteve që janë rritshëm, janë të nxehtë, domethënë zhvillimit brutal le ta quaj ose infrastrukturor të fortë, ka sjell domethënë këtë turizmin wild, domethënë që nuk është as i lirë, domethënë praktikisht por ama aksesohet gjithmonë, asnjëherë nuk është e mbyllur. Domethënë nuk kemo ato le të themi pjesën e zhvillimit, ato mure që ti hin ki vila, ki resorte, domethënë ne po ikim nga këto. Ky është koncepti i viteve 60. Domethënë Evropa e ka kalu, po marr rastin e Evropës në këtë rast, sepse ke Turqinë që e ka kalu Kina, bën ende eksperimente, por kanë komplet strukturë tjetër, nuk mund të krahasohemi, po marrim Evropën, që ka bu gabimet e veta dhe mua më vjen inat deri diku se si nuk morrem disa shembuj që ti ke për shembull në Spanjë që i kanë hedhë nerë praktikisht që të lironin hapësira, domethënë me këto ndërtimet masive ku kanë bllokuar Bregdetin, e kanë parë që ajo gjë nuk funksionon. Një turist nuk don që të shkojnë det dhe të ketë densitet me pallate 15-24 kate. Nuk kupton, dali pi kafe ose të dalim plazh, nuk ka ku me dalën plazh. Praktikisht domethënë ky është ai densiteti i gjës, sa i duhet një person, sa hapësiri duhet në fakt. Kjo është ajo pyetja. E ke parasysh, kështu që domethënë janë disa gjëra mendojun shumë të thjeshta, domethënë që mund të zgjidhen me shumë pak gjëra dhe Shqipëria mendoj që e ka pas rastin dhe mund ta ketë rastin në disa zona, mendoj që veriu ka ngel, që ta lëm domethënë që të jetë e aksesueshme, domethënë në një formë që të jetë për gjithë, praktikisht. Unë mos ta shoh me kangjalla detin. Ndërkohë që po flasim ne Shqipëria, të paktën është një proces interesant sa i takon antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe kemi përpara një kapitull mjaft të rëndësishëm, sikurse është ai 27 për mjedisin. Parë në këtë kundërshtrim edhe po ashtu direktiva që jep Bashkimi Evropian për të bërë pjesë, duhet që ti përmbahesh një lloj respektimi të mjedisit, të natyrës. Ju vetë si planifikues urban, si arkitekt që merreni me peizazhin në tërësi, si e shikoni, ka një lloj vetëdijësimi në politikën shqiptare sa i takon mbrojtjes së mjedisit edhe kësaj forme ndërtimi, pra ndërtimi elitar, po duke ju mbivendosur rëndësisë së natyrës, si e gjini veten ju si arkitekt që merreni me peizazhin? Ka një dallim madhor, domethënë, të kësaj. Unë mendoj që Shqipëria këto 2 vjet të fundit e ka pak është shkëput nga pjesa e mjedisit, domethënë me gjithë zhvillimin, po marr rastin e Tiranës, domethënë ti ki Tiranën si rast, domethënë që ty vetë ekonomia të ka shtyr ndaj zhvillimit, domethënë bashkia, po e marr ose vendorja, ka qenë e paaft për me e frenu, me ruaj, domethënë që ti nuk ke më hapësira publike, nuk ke parqe, domethënë ke mbingarkesë infrastrukture, domethënë i ke humb disa privilegje, domethënë për hir të zhvillimit, për çfarë është zhvillimi? Pikpyetje. Domethënë, a është zhvillimi realisht, domethënë një kull 27 kate ose 50 kate ose 100 kate, domethënë çfarë sjell kjo? Sjell densitet më të madh, sjell ndotje më shumë, sjell një ajër më të keq.
nëse ne nuk merrem me politika tjera. Për shembull, Bashkimi Evropian po ndryshon, po investon jashtëzakonisht shumë në infrastrukturën e gjelbërt, në infrastrukturën e kaltërt të blu, praktikisht që quhet, domethënë që janë lumejt, janë këtu shirat e ujit, domethënë që mbahen se normalisht për shkak ndryshimeve që kemi tash, kemi shira tropikal, domethënë që bien, domethënë po krijojnë një mbledh që kjo të krijojë biodiversitet. Momenti kur ne kemi ndërhyrë shumë të madhe, ne humbim biodiversitetin, domethënë praktikisht është një lloj humbaj cikli i jetës që ne jemi pjesë e këtij cikli. Kështu që mendoj që jemi larg dhe gjëja tjetër që është se me këtë po merrem pak edhe të doktoratura, Shqipëria ka ca plane. Ka planin kombëtar, Shqipëria 2030, po ashtu ka pas dhe planet vendore, domethënë që kanë qenë pjesë e strategjisë, domethënë të Rama 1-shit dhe Rama 2-shit, po e quaj në këtë formë, domethënë në qeveri, ku në parim në vetë nuk ka qenë ide e keqe, por me mendimi em, domethënë, komplet me marrjen e shumë kompetencave që ka marrë AZT-ja, domethënë Agjencia e Zhvillimit Territori, domethënë praktikisht ka tejkalu çdo lloj politike, domethënë që mbështetet qoftë në planin kombëtar, qoftë në planin vendor. Po dhe vetë këto dyja, plani kombëtar me planin vendor, në shumë momente nuk kemi përputhje fare. Nëse flasim për shembull për temën e peizazhit në dokumentin zyrtar, domethënë të nuk ekziston. Fjala peizazh përmendet pak te hidro dhe pak te pjesa e mjedisit, po shumicën e kohës përmendet domethënë toka, përdorimi i tokës, domethënë po ama në parim si dokument peizazhi që Bashkimi Evropian e ka si rregull, një ndër 5 shtyllat kryesore të zhvillimit e ka sot që flasim, mendoj që jemi shumë larg të bërit, po potenciali ekziston, unë mendoj që prap kemi mundësi domethënë që ta rikthejmë, domethënë edhe të bëjmë realisht të ndryshime, që të kemi mundësi domethënë që ta rikthejmë ciklin, por ka një gjë, domethënë që biodiversiteti po u shkatru, nuk rikuperohet më. Domethënë kjo është ajo fatkeqësia gjithë. Me himnin në sfond edhe me protestën që na u ofrua, pyetja është në gjithë këtë panoramë, pra kjo përplasje midis zhvillimit, ruajtjes, ligjit llogaridhënies, planeve të përgjithshme siç ishte Tirana 2030, ne kemi ndjek edhe si redaksi dhe kemi parë që nga projekte strategjike që ishin parashikuar aty, në shumë raste është bërë kundërta, në raste tjera nuk është ndjekur ajo që ishte parashikuar në zhvillim. Ku hyn arkitektët këtu? Arkitektët shqiptar, jo këta arkitektët e librit të kuq. Unë mendoj që gjithsesi, domethënë, ne kemi qenë bashkëfajtor në fillim, nuk mund të them që jemi purifikun, duke përfshi dhe vetën time, domethënë, në këtë rast, sepse ne kemi qenë të angazhuar, domethënë, të gjithë ne në procese të ndryshme, domethënë, ose edhe kemi ushqy, domethënë, në disa aspekte, qoftë zhvillimin, qoftë mosbatimin. Edhe duke qenë që po zhvillohej dhe kishte interes, normalisht gjithmonë kur ka interes privati, zakonisht tenton për me shty zhvillimin që nuk duhet jetë ashtu mendoj unë. Të pëlqen ajo fillimisht që ti të kesh bashkëpunime, po ama mendoj që këto 2 vite, mendoj që ka ndodhur një katastrofë mund ta quaj për çdo lloj studi shqiptare dhe arkitekta shqiptar. Domethënë që mu nuk kanë fare, nuk marrin pjesë mu në krijimin e proceseve me studiet ndërkombëtare, sepse ideja ndoshta ka qenë shumë e mirë në fillim, domethënë që të kishe bashkëpunim të merrje edhe ekspertizë, sepse ekspertiza ndërtohet në fund të ditës, por në anën tjetër, domethënë praktikisht arkitektët shqiptarë për momentin janë postier për të dorëzuar projekte qoftë bashkia dhe tek AZT-ja, se unë mendoj që vendorja ka kaluar në një situatë praktikisht komplet e pafuqishme, fantazëm, që për mua është shumë shqetësuese, sepse shpresoj, nuk e di, domethënë me këtë reformën territoriale të ndodhi diçka, po me sa po kuptoj, domethënë prapë shërbimi të qytetarët ngelet shumë larg. Mendoj që aty është problemi më madhor, sepse vendorja, unë pak të preferoj, domethënë që vendorja gjithmonë duhet të ngeli ai që jep procesin e parë, domethënë që të shpërndajë, të jetë shpërndarësi i parë, të jetë kontrolluesi po ashtu. Ndoshta këtu ka çalu ajo dhe normalisht
arkitektet janë, historia e ka tregu që në çdo lloj diktature, në çdo lloj pushteti, në çfarëdo lloj zhvillimi, ka qenë pjesë në krah ose kundër, domethënë, me pushtetin, sepse është vetë motorri i zhvillimit që është përpara. Dea, në vitin 2040, ndodhesh përpara studentëve të tu. Je duke shpjeguar Shqipërinë e vitit 2026, 2030, si do ta përshkruaje në aspekt urbanistik, peizazhit, të ndërtimeve, ndoshta edhe këtë revolucionin. Si do ta quaje, në çfarë epoke po jetojmë ne tani? Në epokën e flamingove, se s'bën. Në epokën pink, mendoj unë, si që kanë ngjyrën flamingo, mendoj që e ka jap efektin kur në shoh gocën time, domethënë që mami, hajde shkojmë te festa flamingove, domethënë tash më është kthyer në festë flamingove. Domethënë ka një impakt nga 100 centimetra po e quaj, deri në një moshë madhore, direkt ose indirekt. Mendoj që do jetë interesant, sepse ne për momentin jemi dëshmitar të një procesi që Shqipëria duhet ta kalonte. Unë mendoj që duhet ta kalonte shumë më herët, po e kalon pak vonë, po asnjëherë s'është vonë. Më mirë të futeshim tash se sa të him Bashkimin Evropian dhe pastaj të futemi në një procesi shumë fisht, por që mendoj që do i them, domethënë që kemi qenë dëshmitar e një procesi për të sjellë një të ardhme edhe një vend më të mirë se sa që ka qenë. Unë mendoj që gjithmonë ka shpresë asnjëherë nuk ikën, edhe kështu që edhe për studentat mos më udhërzu, edhe të kemi prap studenta në auditor, sepse çdo vit ne kemi paksim të studentave për këto arsye që jemi të gjithë. Dhe kjo mendoj që është një ndër fatkeqësitë më të mëdha që na ka ndodhur deri më tash. Shpresoj që kjo të jetë një ugur i mirë, domethënë edhe frymëzim që realisht jetë thirrje që prit se ka njerëz mirë, ka shpresë edhe do ndodhen ndryshime. Të shpresoj. Dea, faleminderit shumë, faleminderit edhe Sokolit edhe Mamitës, të tre të ftuarve. Ne nuk po ju marrim asnjë minutë nga pjesëmarrja juaj në protestë. Ky është episodi 2 i Citizens që ne zgjodhëm ta sillnim afër protestës. Kjo jo se ka ndodhur ndonjë gjë me studion, pra vazhdon të jetë aty, por është dëshira jonë që meqense jemi këtu për të raportuar, edhe podcastin ta bëjmë këtu në bulevard. Episodin e radhës shpresojmë që të jemi prapë këtu. Kjo është edhe në varësi se si do të vijojë revolucioni flamingo, megjithatë, deri atëherë ne do të shihemi sërish në të gjitha format dhe ju mund të na ndiqni po ashtu edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram, TikTok edhe kudo. Faleminderit.